E ke lëkurën super të thatë dhe asnjë fondatinë nuk të rri fare mirë në lëkurë. Kjo është një nga fondatinat drugstore më të mira sot për sot për lëkurat të thata. Unë jam duke përdorur numrin 02 dhe do ta vendos në fytyrë në këtë mënyrë dhe do ta aplikoj me furçë. Unë kam marrë një furçë të tillë të dendur dhe do ta përhap kështu. Kjo fondatinë supozohet që të duket si lëkura juaj, pra nuk duket fare si fondatinë e lëkurë. Mbulimi që ka është ky. Shkëlqimin mund ta shikoni ndërkohë sa shumë shkëlqim që ka. Shikoni se çfarë mbulimi ka. Super mbulim. Tani un po heq pak këto vijat që kanë ngelur nga furça me një sponge, sepse nga që është fondatinë shumë hidratuese, patjetër që do lëri disa vija në furçë, pra nuk është mat si fondatinë. Nëse do doni që të duket akoma më shumë natyrale, mund ta përhapni thjesht me beauty blender. Atëherë unë kam bërë dhe pjesën tjetër të fytyrës, kam vendosur contour blush dhe korrektor dhe tani do t'i bëj set me një setting powder. Dhe nuk kam vendosur fare hidratues poshtë. Vendosa direkt fondatinën, nga që kjo është shumë hidratuese. Do t'i bëj set komplet fytyrës për ta vendosur në vend. Dhe rezultati është ky, dhe edhe pse nuk kam vendosur fare hidratues, nuk është krisur fare. Pra, nëse doni një fondatinë që të zgjasë shumë në lëkurën tuaj, të jetë hidratuese, të mos kriset dhe të ketë mbulim, kjo është fondatina perfekte. Për porosi, më kontaktoni.